Që nuk jemi surprizuar fare nga këto barazimet që kanë marrë ekipet e mëdha. Nuk jemi surprizuar sepse globalizimi i futbollit e ka sjellë një nivel shumë të lartë dhe ekipet të dorës dytë që u quhen dikur, sepse programet stërvitore sot pra në gjithë botën kanë marrë programe stërvitore europiane dhe i kanë atashuar në vendet e tyre. Ka një ritëm shumë të lartë ekipet të dorës dytë sot. Por shikoja edhe Spanjë, kishte një ritëm shumë të ulët futbolli, e filloi lojën me atë ritmin e ulët dhe nuk është se rriti kur dot në nivelin që ato e ka pas në botroret e tjera. Po kështu dhe Belgjika. Okej, Spanja kishte fare dominancë, edhe Belgjika sot u mundu të bëjë një futboll të bukur me lojtarë të plakur, pra Brezi Arti ka mbaruar që para 8 viteve. Po. Por ritmi shumë i ulët i lojës dhe unë i kam pak këto ekipet e vogla që është edhe Kanadaja. Kanadaja kishte një ritëm shumë të lartë futbolli. Dhe mendoj pra në këtë botror do shohim shumë hirushe, nëse në botroret e tjerë shikonim një hirushe. Do jenë shumë të rrallë? Do jenë shumë hirushe sepse shumë vende tash i quhet të dorës të dytë e kanë marrë shumë seriozisht të botror dhe në një nivel shumë të lartë sportiv, në një ritëm shumë të lartë. Mendoj që mund të kemi ndonjë surprizë madhe këtë kampionat? Inshallah si. Mendoj që ka ardhur mendja Trumpit se e merr Amerika. Amerika po bën një futboll shumë të mirë për herë të vërtetë, inshallah shumë nivelin. Ti je qytetar amerikan Arjen, ë? Je citizens. Okej. Shiko, kur vjen momenti te momentit të vërtetës, ekipet e mëdha nxjerrin gjithmonë kokën. Unë nuk besoj te surprizat e mëdha. Mendoj që kisha shpresë ke Hollanda këtë vit, në fakt, sepse Hollanda është gjithmonë një princeshë që s'u bë kur mbret, si më thon. E kuptoj. Mendon që mund të bëj një skuadër e vogël surprizën e madhe këtë vit të sezon? Deri diku edhe mund ta bëj. Edhe mund ta bëj. Cila? Të jam pak skeptike për të pjesë, por Maroku? Po se ka dhe ndeshje të tjera dhe Maroku nuk është. Maroku ka nivel shumë të lartë. Në gjysmëfinale botrorin e kaluar, po tregon një futboll shumë të mirë me Brazilin, pra u duk sikur ishte Maroku Brazili dhe Brazili ishte Maroku. Angela, Angela, e qëndërmbrojësi me i mirë, kështë shikondi këtu, me që jenë rolin tëndë që lunë edhe të dursi dhe në kombëtare. Van Dijk, këtu për këtu? Ja, për këto ndeshe të më thënë që ke parë në kupën e botës. Van Dijk më pëlqen shumë. Eshtë me i mirë, bërë dhe goli me kokë, e qau. Është shumë lëtare mirë është, simpatik. Si është futbollin USA, Arjan, tani, se ti shkon atje, ke vizituar, qa? Është një histori që nuk di, dhe më thënë, është interesi për futbolin, është, dhe të themi, ku diun, më shumë nga ato tifozat që kanë një edukacion që kanë arë vonë në Amerikë, dhe që i kanë ngell kujtes futbolli, që vinë nga Europa, sigurisht, ose nga këto vëndet e Amerikës veriut. Po, përgjithsisht, Amerikanët e lindur, ose da shumë, s'kan asiloj, s'din si luet dherë. Shumica, nuk din si luet. Nuk din si luet. Po ka shumë emigrantët ata... Emigrantët janë që kanë ardhur, që kanë një edukacion me futbolin dhe kështu, kurse pjesa tjetër as kanë lidhje, por lidhje fare, dhe po ta shikosh, edhe në stadium janë gjithë që duken për herë, i kanë shkruajtur në balë që janë emigrantë të ardhurisht tazi. Kupton që janë të vonë shumë. Ti bëj replik. MLS-ja, liga e... Ora MLS-ja. është pak më lartë se liga e Kanadas. Për shembull, unë kam dokumentat e Kanadas. Po? Zotëria ka të Amerikës. Po pra e ke... Tani, janë të dyja nacionale, po Amerika ka individet dhe lojtarët më të mirë sepse luajnë në Europë. Po ti shohësh përbërjen e ka më kualitative. Dhe nuk është se është shumë surprizë Amerika. Ndërsa Kanadaja është, po të theme, pamundur që mund vërtet bëri një ndeshje shumë të mirë me Bosnjën, mos gaboj. Dhe jam shumë i trishtuar se mund të shifshim një Kanada-Itali, po pam një Kanada-Bosnjës, kjo për fajt ose për arsye të tranzicionit futbollit italian që dështojnë në finalen me Bosnjën. Kanadën e shoh të limituar dhe dëshirën e ka sepse është edhe vend organizativ, por që gjatë rrugës do ketë pengesa dhe nuk... Arjan, pas ka fansa, më shkrua një fan sot, pyte su kniqin sot, thot se ti thua ata që janë pleq sot, për lojtarët e ri nuk dalin mëth, sepse merren me solara. Ashtu si nuk dalin balerit mirë si që ishe në kohën tënde. Kërpi, pseudonimi. Kërpi. Ku të unë? Shkruajnë këtu. Edhe Kërpi s'qirë këtë pseudonim shumë të shumë. Në kohë shiri është dekori, është Kërpi.
Po shkruaj njerëzit ku diun nga faqe. Që e shofin në burg. Po ku diun tani? Si e këtë më thënë që nuk merren brezërisht shumë me sport, me balet, ka një... Po kështu, sepse dhe mundësit janë më pak tani, dosh më... Merren me telefona më shumë. Po, kështu është trend botëror, së është vetëm Shqipëri ka histori. E kuptoj. Silva, ekipi kombëtar e ke ndjekur? Patjetër që po. Qa mendimi ke për rezultatet si ka pas kombëtari? Mendoj që kanë bërë më të mirën e mundshme, pavarësisht se nuk kemi arritur aty ku ne donim, por mendoj që kanë dhënë më të mirën e tyre në lojë. Për shembull, kush lu më mirë nga çunat e kombëtarës? Kush lu më mirë? Kush lojtari juaj i preferuar? Kë pëlqente? Po Manaj, Broja, mendoj që janë shumë lart. Aslani patjetër. Manaj, Broja, Aslani. Po. Tre lojtarët e preferuar. Po. Momentalisht. Momentalisht. Si dihet? Si dihet. Mire ke, ta pa momentalisht, mire ke. Po, mendojnë që duhet kombëtarja të shkojmë, ka ardhur momenti që të kemi një hap tjetër, të jemi pjesë e Kupës së Botës? Patjetër që po, dhe mendoj se e duan shumë edhe ata këtë gjë, përveç se ne si tifozë që i ndjekim vazhdimisht, mendoj që ka ardhur koha dhe kemi pritur mjaftueshëm deri në këtë pikë. Super, para shikon ajo. Informimi 10% i optimizmi, por nuk përputhë me realitetin. Ku e shikon neshjet e kombëtarës? Ku i shikon? Shkon në stadium? Jo, nuk kam qenë asnjëherë. S'ke qenë në stadium? Por që do shkojmë patjetër. Do të smaru. Po si ka mundësi? Do vi. Po gocat e kombëtarës, si shikon gocat e kombëtarës, ja ku i kemi gocat që grumbullohen me ekipin kombëtar. Mendoj që duhet të promovohen pak më tepër. Ku luan futboll TTU-ta? Ju arritët fituat kupën si vjetë? Po. Urime e njerë, super rezultat, dhe natyrisht ju si lojtar e ekipit kombëtar keni pas dhe i rol determinant për të arritur këtë event. Duket eliminut Vllaznin? Po. Është shumë e vështirë, se Vllaznia është absolute në futboll, me Megi Doçin, një futbollist e shkëlqyer. Po, vërtet, sepse kam edhe shoqe dhe është vërtet një nga futbollistet më të mira në Shqipëri. As për ta lartësuar, as për ta ulur, ajo vërtet është futbollistja një nga futbollistet më të mira. Po, sigurisht, me ai gola që ka shënuar ajo. Po. Megi. Por për sa i përket ekipit të Teutës, duke qenë që ti bën pjesë në një staf serioz, në një staf me qëllime afatgjata, ku me një stërvitje dinjitoze, me pritshmëri të larta, sinqerisht dhe realisht mund t'i arrish ato që do. Si për shembull siç ishte edhe Kupa e Shqipërisë që ne e fituam dhe ishte plotësisht e merituar. Aha. Kush është trajner? Trajnerin tonë e kemi Arjan Sheta. Arjan Sheta. Besoj ju jep eksperiencën dhe në mbrojtje ka luajtur vetë Sheta, ka eksperiencë gjatë në atë rol. Edhe është një njerëz që i ditë të fshetat dhe misteret e lojës futbollit, se si t'ju mësoj, si dilni mbrapa kundërshtarit, se si t'kapni kundra kohën. Mendoj që kjo ka vërtetuar edhe me fitimin e kupës, sepse nuk është pak një ekip i cili... Marian, një sekund, lutem. Nuk është pak një ekip i cili tani, sa po hodhi hapat për të bërë një ekip pretendent, fitoi Kupën e Shqipërisë, është diçka e madhe për ekipin e Durrësit, por dhe jo vetëm... Ka investime në klub? Po, sigurisht që ka. Më thënë është një investim serioz, shumë i madh dhe shumë i mirë që nuk është vetëm për sot, apo për sezonin që ne lam pas, por për sezonet e ardhshme. Dhe syndimi jonë është që ne të fitojmë kampionatin këtë vit. Super fare, urime për gjithë këto gjëra dhe të vazhdoni këtë rrugë. Jemi këtu, flasim për Kupën e Botës, flasim për ndeshjet e kësaj kupe, cilësisht shikojmë diçka që ndryshon, kemi në një metamorfozë në mënyrën se si luhen skemat e trajnerëve, se në çdo kupë botën ne kemi mësuar që ndryshuan skemat, ndryshojnë taktikat, ndryshojnë lëvizjet në fushën e lojës. Po si vjet? Po si që thash, tani çdo ekip është i organizuar, janë stafi është shumë i gjerë, kanë video analistin, kanë GPS-in, kanë çdo gjë, nuk janë rasis. Dhe po ta shohësh ekipet janë të mirë organizuara, hapësirat janë shumë më të vogla dhe vështirësia rritet për të shkuar te goli. Na ka marrë malli, prandaj themi gjithmonë me nostalgji, themi Messi, Ronaldo se kanë qenë të parët ose janë marrë që e bën një kundra njëshin atë që do tifozi. Tifozi do atë teknikën, do një kundra një që ta fitojë duelin. Tani ekipet janë bërë më të lehtëzueshme, janë më racionale, janë më të mirë organizuar dhe nuk është ajo bukuria që ne duam. Është për të parë Franca,
është për të parë Argentina, është për të parë dhe Anglia, që të futemi në atë analizën e të gjitha skuadrave pretendente. Shko, ka ndodhur shpesh, Olsi, që ndeshjet e para në kampionat nuk ka qenë kështu, dhe ekipet kanë më pas janë përmirësuar gjatë rrugës. Mbaj mend Italia me 3 barazime arriti mori kupën e botës. Po flasim për 82-shin. Për vit largët, ka ndodhur dhe Greqia atëherë. Unë flas ka ndodhur shumë gjëra. Balanca lëvizje. Me kompetenca flas për mentalitetin francez, sepse unë i njoh atë. Fazën e grupeve e quajnë si stërvitshmëri, e quajnë si detyrë shtëpie. Dhe mbas fazës të grupeve kur fillojnë faza eliminive direkte, aty ata e rrisin atë marshin, aty e japin atë maksimumin dhe dalin Po, në fazat e grupeve ka një reformë me Senegalin, që në vitin 2002 ka eliminuar, pra ka është mundur Franca 1-0, mbasi vinte si kampion bote, në ishën e parë me Senegalin hapsen. Senegali ka mundur 1-0 dhe atë vit Franca nuk ka arrit dalë as nga grupi. Senegali është ekip shumë i fortë, për vetë koloni franceze, në historikun e vet, dhe kanë futboll në njëjtë, pra është një ekip shumë agresiv, një mini derbi brenda vetes vet. Franca në fakt ka, siç e thamë, është ekip shumë serioz. Ka lojtar të jashtëzakonshëm brenda. Pra në botrorin e kaluar, unë kisha një bindje kur shikoja Francën, megjithëse shpesh e kalonte në dizavantazh në pjesën e parë, kisha gjithmonë bindje që do ta kthente. E kthente dhe kishte një siguri në lojë, një qetësi, një maturi të jashtëzakonshme. Duhet me pakët botrorin. E pas kanë bërë 2-1 thonë, kur e kthen. Në çdo moment, edhe me Argentinën në finale, 2-0 me Argentinën, ajo të një siguri që do ta kthente me Marokun në gjysmëfinale, do e kthente. Pra ishte një ekip i jashtëzakonshëm. E kthej në ëndër në realitet. Një lloj si Novamant, eksperiencë, inovacion dhe siguri në çdo projekt. Me 41 vite eksperiencë në tregun evropian, Novamant ju ofron produkte ekskluzive me çmime të pakonkurrueshme dhe teknologji e fundi. Sisteme ultramoderne të filtrimit të ujit, pompa të avancuara për hotele, pallate dhe objekte sportive, të dizajnuara për efikasitet dhe qëndrueshmëri maksimale, zgjidhje të qëndrueshme dhe efikase në impiante fotovoltaike me performancë më të lartë në treg. Kompletojmë impiante elektrike, hidraulike për hidrocentral, termocentral, në stacione elektrike, fabrika ndryshme pishina duke siguruar cilësi dhe siguri në çdo hap. Novamant teknologji dhe besueshmëri, gjithmonë pranë jush me Mehmet Krastiqin, që është gjithë një prezent dhe pranë në Megasport. Fjala ishte që, Olsi, nuk shikojmë në çdo kampionat botror nxirrin nga një talent lojtar të ri. Besoj është më e vështirë tani të deportojnë këta talente të ri, sepse nuk e hapin krahun Cristiano Ronaldo. Kaq vite, Messi kaq vite. Portugalia ka gjithmonë talente. Po ta shohësh ka akademi shumë mirë përbërjen e tyre kanë një logjik, kanë një ADN, nuk lindin ato talente rastësisht, sidomos në për këto vendet që flasin. Kush ka akademitë më të mira? Kush vend në Europë që ka aktualisht akademitë më të mira, që ka dhe prodhimin e efikasitetin më të madh? Po flas pra për Francën, është Akademia Saint-Étienne, që është akademi shumë e mirë. Në Itali është që po bëhet faktor është Atalanta. Atalanta ka një akademi edhe moshat janë shumë suksesshme. Por talentet e thamë, qoftë nga llastimi, qoftë nga qasja që kanë ata për sportin, nuk është më ajo qasje që kanë pasur, po flas për brezin tonë ose më përpara brezin e juaj, që kanë pasur një dëshirë të jashtëzakonshme për të bërë sportist. Ose si larg shumë dy mësul që pse tudi kështu. Nuk e 40 vjeç më.